Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngull ndau sot pamje nga Akademia e Forcave të Armatosura, kur gjithnjë e më shumë vajzat kanë zgjedhur rrugën e uniformës për të ardhmen e tyre. Ato kanë zgjedhur një rrugë sfiduese në Akademinë e Forcave të Armatosura. Në auditor apo në fushën e stërvitjes, vajzat e Akademisë së Forcave të Armatosura tregojnë se forca nuk ka gjini, u shpreh Vëngu në një postim në rrjetet sociale. Ka ditë të vështira, ka lodhje, ka prova. Por çdo hap që hedhim na afron më shumë me qëllimin ton. Ti je studente ushtarake, do të thotë të mos dorëzohesh. Ti je gati të udhëheqësh, ti je gati të mbrosh. Zgjodha akademinë jo për të treguar që mundem, por sepse besoj tek ajo që dua të bëhem. Lidere, ushtarake, pjesë e një ideali më të madh se vetja. Tu nuk na shikojnë si vajza, tu na shikojnë si studente, si të barabarta, sepse forca jon nuk matet me peshë, matet me përkushtim, me vendosmëri, matet me guximin për të qëndruar të fortë në çdo situatë. Gati, tu, qëndër, dero. Që të vogla na thanë të jemi të kujdesme, të jemi të bulla, të qëndrojmë në vendin tonë. Por asnjëherë nuk na thanë që vendi mund të jetë përpara rreshtit. Ne komandojmë me uniformë, me përgjegjësi dhe me guxim. Jam në ardhmja e Forcave të Armatosura të Shqipërisë.